Përshëndetje të pranishëm. Unë s'pari ju falenderoj për gjithë kontributin e dhënë gjatë konferencës së dje dhe për prezentimet e bëra. Falenderoj edhe një herë profesor Besnikun për organizimin e kësaj konference tash përbashkët. Dhe në lidhje me këtë, unë do të them edhe disa fjalë në nderim të jetës edhe veprës të akademik Sali Gashi, i cili ka qenë kryetari i këshillit organizues shkencor të konferencës parë që kemi organizuar në lidhje me tematikën e ujrave. Konferenca është mbajtur vjet në maj të vitit, pra 2024, në Akademi e Shkencave dhe Arteve të Prishtinës. Si vjet po ashtu ka qenë paraparë që profesor Salihu të jep kontributin e vet të çmuar si çdo herë, por për fat keq, me 21 prill 2025 profesor Sali Gashi u nda nga jeta dhe këtu tash në nderim të jetës dhe veprës tij kemi përgatitur së bashku me profesor Besnikun disa rreshta në lidhje me autorsinë e tij në veprat e shumta, por si dhe për biografinë e tij. Në detaj është e shkruar këtu, por unë do të potencoj vetëm disa gjëra që nuk i keni shkruara në këtë prezentim shkurtër. Përpos gradave akademike dhe shkencore cilat profesor Sali Gashi i ka fituar gjatë viteve 80 kur edhe përfundoi studimet e doktoratës në Universitetin e Zagrebit, profesor Sali Gashi ka qenë dikush i cili ka qenë i përkushtuar shumë në kërkimin shkencor dhe ai është marrë sidomos me proceset membranore, të cilat për herë të parë edhe i ka futur si disiplinë e re e studimeve dhe kërkimeve shkencore në Departamenti e Kimisë të Universitetit Prishtinës. Profesor Sali Gashi me qëllim të studimit ka kryer disa studime postdoktorale, siç është në aty, ka qenë në Brno të Çekosllovakisë, në Universitetin e Aberdeenit, në Universitetin e Jenës dhe po ashtu ka qenë pjesëmarrëse i rregullt i forumeve shkencore, të cilat kanë qenë lidhura me proceset membranore, ka qenë edhe antar i shoqatës evropiane të membranave qysh prej vitit 1988, kështu që në këtë lëmi ka bërë hapa domethënës në Departamentin e Kimisë dhe në të njëjtën kohë e ka kontribuar në ngritjen e kuadrit shkencor në Departamentin e Kimisë. Prandaj këtë veprimtari neve na e kalon në trashëgim, janë sot antar të ekipit të tij që e gëzojnë dhe pozitën e profesorit rregullt. Ndërsa në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës është pranuar në vitin 2012. Këtu nuk e kam shkruar për shkurt, por dua t'ju them se përpos kontributit shkencor që e ka dhënë profesor Sali Gashi, që dëshmohet me se 50 punime shkencore të botuara në revistat prestigjioze ndërkombëtare, ka udhëhequr me 10 magjistrancë dhe 3 kandidat në doktorat. Profesor Sali Gashi ka qenë kryetari i parë i zgjedhur i Kuvendit Komunal në i themit Prishtinës, sikurse Bashkia e Tiranës, pas çlirimit të Kosovës gjatë periudhës 2001-2002. Prandaj duke e ditur veprimtarinë e tij së bashku me profesor Besnikun, ndeshëm që ti kushtojmë disa minuta në hapje tash dytë konferencës jetës dhe veprës profesor Sali Gashit. Lavdi i qoftë. Faleminderit. Falenderojmë profesorin Fetar dhe për prezantimin e parë ftojmë Hana Shehu Agani, cilën e kemi online. Good morning, everyone. My name is Hana Shehu Agani, and today I will be presenting the water balance analysis in Kosovo as an instrument for integrated water resources management. I will
share my screen now. I hope it's okay in the technical aspect. Okay, so this presentation is called the Water Balance Analysis in Kosovo as an Instrument for Integrated Water Resources Management. And it is a work we have done together with Professor Lavdim, who is there today. Hannah, sorry, can you open Yeah. slideshow? Is this okay? Yes. Slideshow. Slideshow. Okay. I think this is It's not okay yet. okay. Sorry. Sorry. Is this now okay? It's okay now, yes. Okay, perfect. Okay, we have done this work together with Professor Lavdim Osmanai, who is there today physically, but I hope that we may answer also questions, possible questions together, me online and he there physically. Okay, the presentation objectives for this study is to describe the methodology used to assess the water balance in Kosovo, to present the key results from our hydrological modeling we have done, and also highlight the major data gaps affecting water planning and propose some recommendations in the end. We need to know the importance of knowing the water balance for Kosovo in this case, for the integrated water resources management. We need to understand why it is fundamental. As a definition, a water balance is a numerical estimate of water inputs and outputs within a hydrologic system, for example, like a river basin over a defined period of time. But why it is essential? It is because it helps us know how much water do we have. It answers this question. Also, where is it coming from and how is it being used or lost? Without this knowledge, we cannot effectively plan, allocate, or protect our water resources, especially in a region like Kosovo, where pressures from climate change and human activities are increasing, like in the rest of the world. So in essence, it gives us decision makers a clear picture of water quantity and stress, which is essential for integrated and equitable management. There have been a lot of studies and done in Kosovo, which I've listed here in this table, which used different water balance models like the WEEP model, which we also used, the Mike Basin, and also some calculations like the deficit and storage potential for each sub-basin in Kosovo. And also the evaluation of water balance and water stress indicators, which we have also done in this study. Kosovo has some long-term precipitation and discharge data, but the coverage is incomplete. We have records of precipitations from the 1960s, although with some interruptions in the time series. But these are mostly below the elevation of 800 meters. And above 1,000 meters, we have a lack of climatic data, including precipitation and other meteorological parameters, which are also shown in this graph here. Because of this, we need to rely on additional data. Here we have the discharge time series in Kosovo, which are also fragmented,
and consists of historical monthly data and a limited set of more recent records. Our Hydrometeorological Institute holds archived monthly discharge data for 24 stations for a period between 7 and 34 years, and 8 stations for a period of 4 and 16 years from 2001 to 2020. So we have a lack of data, and these time series are fragmented. That's why we needed to do some calibration and validation of this data by relying on additional hydrological stations in Serbia and North Macedonia to do this calibration and validation. And these external data sets were used in combination with available data from Kosovo to support the application of water balance models for relevant time intervals. The modeling tools we used for assessing the water balance of Kosovo were the HEC HMS model, the WEAP model, and the ArcSWAT model. But among these, the ArcSWAT and the WEAP model were the recommended models for the water balance study in Kosovo. These tools enabled us to simulate the hydrological cycle across major river basins in Kosovo and understand the inflows and outflows, both natural and anthropogenic. Our results for the model performance for the major river basins or rivers in Kosovo, for example, for the Lepens River, which is a small basin, has a small river basin, the model aligned very closely with the observed flows, with a really small difference between the model and the observed flows, which indicates a high model accuracy. The same with the Morava-Binjas River. The model performance was slight overestimation, but still within acceptable margins. And for the Drini, Bard, and Iber rivers, we had an excellent performance with a difference only 0.32 cubic meter per second for the White Drin River. So they were overall very satisfactory, but we had a lack of discharge data for the Uimani Reservoir for the period of 2014 and 2020. So this means that we still have data gaps, but that limits the full validation for these discharge, for the water balance of these rivers. This is a table that highlights or summarizes the data that we had and we simulated. We also used the ArcSWAT to do a more detailed water balance model for the Lepens River. And the key data inputs were the digital elevation model, soil data, land use, water use, irrigation data, and climate data. And we also, you can see here the input and output data or discharge and values for a period of 1980 to 2020 for the Lepens River. By using the RCP 4.5 and RCP 8.5 emission scenarios, we simulated future water availability for the periods of 2046 to 2065 and 2081 to 2100. And the results show that increasing water stress, especially during dry seasons. So this reinforces the urgency of improving adaptive water management practices in light of climate change. And this means that Kosovo is at risk of reduced water availability. It is an urgency, like I think in the rest of Europe and the world,
to adapt and plan accordingly by also taking into consideration the climate change. We also use the Falkenmark water stress indicator. So we see that Kosovo is already experiencing moderate to severe water stress with projections indicating worsening conditions. This makes it clear that long-term water planning isn't optional, it's essential, and especially in the face of regional variability and shared water resources. We are happy that Kosovo now has a water information system, which is daily developing. Of course, it's getting more and more rich with information by the day, but it's basically our main digital platform for managing water data and helping institutions store and use information for things like planning, licensing, monitoring the environment. And it's a big step forward in digitalizing how we manage our water and making the whole process more efficient and sustainable. So this water information system is essential for tracking water availability, managing competing uses, and responding to droughts and floods. So it's essential for our integrated water resources management plan as Kosovo. Why this matters for integrated water resources management? So the analysis of the water balance supports the integrated water resources management concept in Kosovo by providing scientific foundation for resource allocation, helping us anticipate climate-related risks, and strengthening also regional cooperation through shared data and models. In essence, it shifts water planning from being reactive to proactive and integrated. So our recommendation is clear. Kosovo must invest in modern hydrometeorological monitoring network, improve data management, infrastructure, and expand the use of integrated models like these that we used in the study to guide sustainable planning. And only through accurate data and robust modeling can we ensure resilient and equitable water management in the face of these growing challenges that not only Kosovo is facing. Thank you for your attention. I hope that I was clear enough. Thank you for your presentation, Hana. Please, if you have any questions. Now we don't have any questions. Thank you again. Thank you very much for the opportunity and see you in the next events. Tani kolegen nga Universiteti i Prishtinës në Kosovë, Ilirianën, e cila na sjell sot një bashkëpunim me Universitetin e Tiranës me profesorët e nderuar kolegë në Tiranë, të titulluar Chemical Assessment of Persistent Organic Pollutants in Water Samples from Batlava and Firza Lakes. Implications for Integrated Water Management and Sustainable Tourism Development. Sukses e lek. Të nderuar të pranishëm, në kuadër të kësaj konferencë ndërkombëtare me temë Menaxhimi integruar I ujrave për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, prezantimi im synon të shqyrtojë ndikimin e ndogësve organik në cilësinë e ujit dhe pasojat e tyre në ekosistemet ujore dhe turizmin. Një element I veçantë që do të trajtohet, siç shihet edhe në artikullin në sfond, është përdorimi I pesticideve të cilat në disa kontekste, si në Ugand, konsiderohen si medikamente për bimat. Ky koncept thekson rëndësinë e përdorimit të dur dhe të kontrolluar të këtyre substancave për të shmangur ndotjen e mjedisit dhe ndikimet negative në shëndetin e njerëzit dhe ekosistemet. Shpeshherë termi pesticid, gjallë, frikë dhe dyshim, duke u lidhur me pasojat negative në shëndetin e njerëzit dhe mjedis. Prandaj, industria përdor shpesh termin më të butë, mbrojtje e kulturave, për të zbutur perceptimin publik.
Por, a është ky një ndryshim terminologjik i mjaftueshëm për të ndryshuar realitetin e përdorimit të pesticideve? Sigurisht, lidhja mes përdorimit të pesticideve si medikamente për bimët në botë dhe sfidave të ngjashme në Kosovë dhe Shqipëri thekson nevojën për një qasje të kujdesshme dhe të informuar në përdorimin e këtyre substancave. Vetëm përmes një menaxhimi të integruar dhe të qëndrueshëm të ujrave mund të sigurojmë mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Duke u bazuar nga këto të dhëna të përgjithshme, sot do të ndaj me ju disa nga rezultatet e punimit tim me temë vlerësimi i ndoqësve organik në mostrat e ujit nga liçenet e Batllavës dhe të Pjesës. Duke lexuar literaturë shkencore, hasa në një artikull ku flitej për ndikimin e ndoqësve mjedisor, konkretisht të ndoqësve organik, në mjedis dhe në shëndetin e njeriut. Disa prej efekteve negative në mjedis mund të janë bioakumulimi i tyre në ushqim, dhe gjithashtu janë persistente pra i qëndrojnë degradimet. Ndërkaq, disa prej efekteve negative në shëndetin e njeriut mund të jetë edhe rritja e riskut të prekjes me sëmundje të kanceret. Sigurisht, këto informata të rëndësishme më nxitën që të ulëmtoja më thellë rreth ndikimit të këtyre ndoqësve organik persistent në mostrat e ujit në liçenin e Batllavës në Kosovë dhe në liçenin e Tjerzës në Shqipëri. Këto dy liçene, të cilat janë burimet kryesore të ujit të peshëm, njëherët janë burime për zhvillimin e bujqësisë dhe zhvillimin e turizmit. Andaj edhe fokusi jon ka qenë te këto dy liçene. Liçeni i Tjerzës është një liçen artificial në Shqipëri që formohet prej rrjedhjes së lumejve drin i bardhë dhe drin i zi pranë Huksit. Meqense është një ekosistem ujor, ai shpeshherë mund të preket nga ndotjet prej aktiviteteve njerëzore. Ndërkaq, liçeni i Batllavës ndodhet në verilindje të Kosovës, edhe ky është një ekosistem ujor artificial ku një pjesë e madhe e popullsisë në Kosovë siguron ujin e pijes përmes këtij liçeni. Për shkak të zhvillimit të gastronomisë përgjatë këtij liçeni, sigurisht mundet mu prek prej aktiviteteve njerëzore dhe zhvillimit të këtyre aktiviteteve që ndonjëherë mund të janë edhe turistike. Ne kemi trajtuar dhe po analizojmë ndoqësit organik, të cilët janë kemikate toksike që mund të kenë efekte negative si në shëndetin e njeriut, ashtu edhe në mjedisin në mbar botën. Mirë po, si vijnë këta ndoqës deri në mjedes? Sigurisht, ata kanë origjinë antropogjene, kur themi antropogjene, do të thënë aktivitetet njerëzore luajnë një rol të rëndësishëm në përhapjen e këtyre ndoqësve në mjedis, cilat përmes zinxhirit ushqimor munden me kalu edhe deri tek njeriu. Andaj fokusi jon ka qenë që ne ti trajtojmë disa lloje të ndoqësve organik që i kemi ndonë në 4 grupe kryesore. Pesticidet klororganike, bifenilet e poliklorinuara, hidrokarburet aromatike policiklike dhe grupin e pesticideve dhe grupin e BTX që janë një grup tjetër i ndoqësve organik. Pesticidet klororganike, nga na vijnë këta ndoqës, sigurisht që ardhja aty në ka të bëjë me përdorimin historik të pesticideve në bujqësi, në të dy liçenet në afërsitë të tyre, edhe të Batllavës edhe të Tjerzës, dhe aty ku gjejmë pesticide klororganike mund të supozojmë për një ndotje antropogjene. Ndërkaq, bifenilet e poliklorinuara vijnë kryesisht prej burimeve industriale, munden me arë si pasojë asgjësimit të mbeturinave dhe gjithashtu përdorimit të materialeve që shumë herë përmbajnë këto lloje të substancave që munden me qenë transformatorët dhe kondensatorët. Ndërkaq, hidrokarburet policiklike aromatike nga vijnë në mjedis, to kryesisht mund të vinë si rezultat i djegjeve të landëve fosile ku shumë herë kemi një përdorim të madh të tyre. Ndërkaq, grupi i fundit që do ta trajtojmë BTX-in ose benzan toluan etilbenzan dhe silan, janë një grup i ndoqësve organik të cilat kryesisht ndodhen në naftë dhe në derivate të naftës, ku këto mund të janë edhe burimet bazë të shpërndarjes së këtyre ndoqësve në mjedes. Duke i pa vetitë secillit ndoqës që ne e përmendëm dhe duke i pa që janë të qëndrueshëm në mjedes dhe gjithashtu kanë stabilitet të lartë, atëherë ne mostrat e ujit i kemi mbledhur në maj të vitit 2024 në të dy liçenet në 10 vendmoslime të ndryshme dhe marrja mostrave sigurisht ju është përshtat kërkesave për mbledhjen e mostrave të ujit sipas standardeve përkatëse. Trajtimi i mostrave është bërë në laborator. Për pesticidet, PAH dhe PCB kemi përdorur metodat e ekstraktimit lëng-lëng.
Ndërkaq analiza është bërë duke përdorur metodat kromatografike GC-MS-MS. Gjithashtu për analizën BTX kemi përdorur mikroekstrahtimin e fazës së ngurtë të modalitetit duke përdorur fiberën heat space dhe gjithashtu analiza është bërë me përdorimin e GC-MS-MS-it. Këtu kemi dhe rezultatet që i kemi përpunu në bazë të trajtimet dhe analizës të mostrave që ne i kemi analizuar. Fillimisht i kemi pesticidet klororganike në mostrat e ujit në liçenin e Fierzës, ku në bazë të profilit të përhapjes së këtyre ndogësve, po vren që kemi një përhapje të madhe të gjitha llojeve të pesticideve në mostrat e ujit të cilat ne i kemi analizuar. Nga ky grafik, po vren që një sasi të madhe kemi gjetur të pesticidit endosulfan 2 dhe izomerëve të tij, ndërkaq në përqendrime më të ulta kemi gjetur llojin e pesticideve heksaklorcikloheksanin, ku këto përfshihet edhe lindani. Çka vlen mu të theksu është disa lloje të pesticideve të tjera, metoksiklore dhe mireksi, kanë qenë të përhapura fare pak në liçenin e Fierzës, që mund të jetë si rezultati mos përdorimit të këtyre llojeve të pesticideve. Ndërkaq te liçeni i Batllavës, nëse e vrejmë dallimin me liçenin e Fierzës, këtu i kemi gjithashtu të përhapura në këtë liçen të llojet pesticideve, mirë po i kemi kryesisht në përqendrime më të ulta. Prej këtyre llojeve, nëse e krahasojmë me liçenin e Fierzës, edhe këtu kemi një sasi të madhe të endosulfanit dhe izomerëve të tij, mirë po kemi një shpërndarje më të madhe edhe të llojit pesticideve heksaklorcikloheksanit, që i patëm më pak të shpërndarë tek liçeni i Fierzës. Gjithashtu çka vlen mu theksu është që këtu kemi hasur edhe prezencë të mireksit dhe metoksiklorit, cilat i kemi hasur fare pak tek liçeni i Fierzës. Gjithashtu kemi edhe rezultatet për PCB në mostrat e ujit në liçenin e Fierzës, ku në bazë të këtij diagrami, domethënë grafiku, mundemi me vrejtë që PCB-28 ka qenë i përhapur më shumë dhe në përqendrime më të larta, ndërkaq kemi hasur edhe një sasi të madhe të PCB-118, i cili konsiderohet mjaft toksik, dhe gjithashtu PCB-180. Ndërkaq tek liçeni i Battlavës, gjithashtu i kemi hasur prezant të lloje të ndogësve. Edhe këtu dominon prezenca e PCB-28, ndërkaq më pak i kemi të përhapura lloje tjera të PCB-ve. Gjithashtu vlen mu theksu edhe PCB-52 dhe PCB-180, të cilat gjithashtu i kemi hasur prezant. Kohët gjithashtu janë hasur edhe në mostrat e ujit të liçenit Fierzës, po edhe të Battlavës. Nga grafiku po mundemi me vrejtë që 4 llojet e para të këtyre PAH-ve, cilat konsiderohen edhe me masë molekulare më të ulët, janë gjetur në përqendrime fare të vogla, përveç fenantrenit, i cili është gjetur në përqendrim më të lartë, ndërkaq llojet e tjera të PAH-ve, cilat kanë masë molekulare më të lartë, gjithashtu janë gjetur në përqendrime të ulta, përjashtim bën benzoalfa-antraceni, i cili është gjetur në përqendrime më të larta. Ndërkaq tek liçeni i Battlavës, gjithashtu po vren që për dallim prej liçenit Fierzës, këtu kemi gjithashtu një shpërndarje më të madhe ose përhapje më të madhe të PAH-ve në mostrat që ne i kemi analizuar. Këtu i kemi prezant në përqendrime të larta edhe 4 anëtarët e parë të PAH-ve me masë molekulare më të ulët, ndërkaq benzoalfa-antraceni është gjetur më pak. Për dallim prej liçenit të Fierzës, ku këtu perilenin dhe izomerët e tij po thuaj se nuk i kemi gjetur fare, tek liçeni i Battlavës kemi hasur një përqendrim të lartë të pirenit dhe të izomerëve të tij. Gjithashtu i kemi edhe doanat për BTX-in. BTX-i gjithashtu është gjetur, këto lloje të komponimeve që formojnë këtë grup të ndogësve organik janë gjetur në liçenin e Fierzës. E kemi benzenin, toluenin, para dhe metaksilenin në përqendrime më të larta në liçenin e Fierzës. Ndërkaq vlen theksohet që ortoksileni dhe etilbenzeni janë gjetur më pak, madje etilbenzeni është gjetur në një përqendrim të ulët vetëm në vendmoslimin e parë. Ndërkaq në mostrat e ujit në liçenin e Battlavës, të njëjtit ndogës po vrejmë nga grafiku që janë gjetur më pak për dallim prej Fierzës. Benzeni, tolueni, meta dhe paraksileni, ndërkaq për dallim prej liçenit Fierzës, këtu kemi gjetur ortoksilenin dhe etilbenzenin më tepër të shpërndarë në vendmoslimet ku janë marrë mostra.
Sigurisht qëllimi i hulumtimit tonë deri në këtë fazë ka qenë vetëm gjetja e ndotësve organik persistent në mostrat e ujrave cilat ne kemi marrë për analizë, dhe në bazë të atyre rezultateve ne mundemi me jap disa rekomandime ose me konkludu që gjetjet e këtyre ndotësve na flasin dhe na tregojnë për prezencën e faktorëve antropogjen që rrjedhin nga aktivitetet e njerëzit. Gjithashtu pam që liçeni i Tjerësës është më i ndotur se sa liçeni i Batullavës. Gjithashtu, këto ndotje mundën me qenë si rezultat i burimeve industriale, si rezultat i emitimeve të gazeve nga automjetet të ndryshme, ndotjeve urbane, si dhe përdorimit historik të pesticideve në bujqësi. Gjetjet e këtyre ndotësve mund të janë me një efekt negativ, si në ekosistemet e ujrave, mund të kenë efekte negative edhe në shëndetin e komunitetit, si dhe në zhvillimin e turizmet, që është mjaft të rëndësishme edhe ky aspekt i analizimit. Përderisa i kemi gjetë prezant këta ndotës organik, atëherë kjo mundet me qenë shqetësuese sidomos tek liçeni i Tjerësës, andaj duhet të bëhet një monitorim i vazhdueshëm i këtyre ndotësve organik persistent në mostrat e ujit që ne i kemi trajtuar dhe gjithashtu të rekomandohen edhe mënyra të menaxhimit të integruar të ujrave përmes metodave specifike të trajtimit me këta ndotës organik. Dhe gjithashtu ne mundemi me aq si rekomandim që me marrë ma tepër veprime të përbashkëta qofshin institucionale, shkencore, po pse jo edhe akademike, për me mujt me zvoglu emetimin e këtyre ndotësve organik persistent në mjedis dhe me siguru shëndetin afatgjatë të ekosistemeve të ujrave të ëmbla. Të dua t'i falenderoj edhe bashkëpunëtorët e mi, profesorin Arben Haziri, profesor Aurel Nuro dhe profesor Bledat Murtaj. Faleminderit për vëmendjen. Dhe nëse kemi pyetje, sigurisht. Përgëzime për punimin. Pyetja e parë lidhet me faktin që ju jeni të shpërndar këto pra në nivele të ndryshme. Përgjithsisht paraqesin janë në nivele kritike, se që i gjenë dakord, lidhet me sensibilitetin, ndjeshmërinë e teknikës që përdorni. Por, si janë në raport me nivelet maksimale të lejuara, së pari, dhe pyetja e dytë është, Shqipëria ka 30 vjet që aktivitetin bujqësor e ka shumë të ulët në raport me Kosovën. Këto ndotje në liçenin e Vjeshdës nga vini janë thjesht historike apo vini edhe nga prurjet nga Kosova që ka intensitet të aktivitetit bujqësor? Sigurisht faleminderit për pyetjen profesor. Po filloj të pyetja e dytë që të lidhna edhe të pyetja e parë pasaj. Sigurisht e pam që të liçeni i Tjerësës kemi një përqendrim të lartë pesticideve dhe kjo mundet mu lidh, e përmendet edhe jo që aktivitetet bujqësore në Shqipëri dita ditës janë më pak të zhvilluara. Mirë po përderisa liçeni i Tjerësës është një ekosistem që ndodhet në mes të 3 vendeve, po themi Maqedonisë, Veriut, Shqipërisë dhe Kosovës, edhe për shkak që formohet prej drinit të zi dhe drinit të bardhë, shumë herë mundet me pas ndotje cilat vinë edhe prej këtyre lumejve bazë që formojnë liçenin e Tjerësës. Terrakshi, Dugaxhini, Bugjendet edhe liçen lume drini i bardhë, sigurisht është zhvilluar me bujqësia dhe ajo mundet me qenë një faktor bazë që ka mujt me ndiku. Sigurisht këto janë disa supozime tona, sepse burimet nganjëherë është një fushë tjetër që duhemi u lumtu hala ma thellë dhe me pa sa nga po vinë dhe si po vinë. Edhe tek pyetja e parë, ndoshta duhet bërë një përqetur burimin tamam të ndotjes, duhet bërë në këto prurjet që vinë, që ushqejnë, duhet bërë një presim. Me paraprakte nga vinë ndotëse. Sigurisht edhe te pyetja e parë, ne i kemi kontrollu pak po themi përqendrimet e ndotësve që ne kemi gjetë me ato që japën sipas direktivave evropiane. Tek liçeni i Tjerësës kemi has përqendrime më të larta se për pesticide individuale, sipas directives evropiane kemi të lejuar me 0.1 mikrogram për litër, ndërkaq në total pesticideve kemi 0.5 mikrogram për litër. Na e pam që kemi te kalem të vlerave dhe kjo është shqetësuese, mirë po duhet me lidhë dhe me faktin që në Kosovë janë bënë ma pak hulumtime në këtë fushë, edhe nështë ma pak në ndërmarrë masa
për eliminimin e këtyre ndotësve. Po shpresojmë që kemi me sjellë punime që kanë me kontribuar këtë fushë. Faleminderit, profesor. Liliana përgëzoj për prezantimin. Unë pata një pyetje, nëse mundesh më përgjigj ti, nëse jo është bashkëpunëtori këtu. Sa i përket PCB-ve, ju thatë që keni gjetë edhe në liçenin e Fierzës, apo edhe në liçenin e Batllavës. Tani për liçenin e Fierzës e kam pak a shumë idenë për shkak të e furnizojnë 2 lumenje kështu me radhë dhe qyteti i Kukësit. Po prej nga mund të kenë ardhur në liçenin e Batllavës, PCB-t? Sigurisht, unë e përmenda që disa prej burimeve bazë mundën me qenë edhe përdorimi i materialeve që shumë herë përmbajnë PCB, siç mund të janë transformatorët, po kjo mund të rrjedhë edhe për shkak të përdorimit të pajisjeve elektrike që janë të vjetruara, dhe unë e ceka që për gjatë liçenit Batllavës e kemi gastronominë e zhvilluar, dhe kjo mundet me kanë një burim i ndotjes me PCB. Faleminderit. Faleminderit. Ka në një pyetje tjetër? Faleminderit shumë Iliriana. Në vazhdim do të vijojmë me një tjetër kolege nga Universiteti i Prishtinës, Albana Mehmetin, e cila do të na bashkohet online në prezantimin e saj, të titulluar Water Purifying Efforts, Biosensors Among Effective Solutions. Besojmë se do të jetë Albana online dhe ju urojmë sukses. Nuk e di apo ndigjohem. Dëgjohet, po, dëgjohesh Ju Albana. përshëndes të gjithëve, ju uroj sukses konferencës dhe pjesëmarrësve, gjithashtu jetë gjatësi konferencës edhe suksese të gjithë pjesëmarrësve. Me që konferenca është në gjuhën angleze në disa punime të caktuara, do të mundohem që në pikat shkurta ti paraqes ato që i përgjigjen materialit të mbledhur me përkushtim përplotësisht për këtë konferencë. Vetëm sa ta gjej mundësinë mu këtu po mdel që është si me paraqit. A mundni ju me shfaq materialin në ekranin e juaj? Atëherë, materiali i përgatitur për temën e sotme është Water Purifying Efforts, Biosorbents Among Effective Solutions. Para se të fillojmë me prezantimin, do të kisha filluar me një citat. Water is not a commercial product like any other, but it's a heritage which must be protected, defended, and treated as such. In 1988, Policy Ministerial in Frankfurt had a seminar with a community where they expressed the need for legislation covering ecological quality. Councils requested to submit proposals in order to improve ecological quality, especially in the domain of surface waters. 3 years later, the need for action was recognized with the demand to prevent long-term deterioration of freshwater quality and quantity and take actions for implementations of programs by year 2000. All programs aiming sustainable management, protection, and freshwater resources. Based on the resolutions of February 92, February 95, December 79, Council Directives 8068 on the protection
requested an action program for groundwater and revision on the protection of groundwater against pollution caused by certain dangerous substances. Even today, challenges of water preserving, primarily of the water, of drinking water, and then water for other purposes, is still a challenge, continuous, and sometimes hard to be managed. It is because industrial development is not slowing down, but always and more in the increase resulting with the discharge of pollutants, which spread in natural waters with the possibility of inclusion in food chain too. So European Water Framework Directive 2060 is the key legislation addressed for water managing for many years, and presented model for water managing is the river basin. Qualified as pollutants are organic pollutants, organometallic compound, and heavy metals like nickel, cadmium, mercury, and lead. By experimental experiences, it has been revealed that these metals often occur in different levels of concentrations together with copper, zinc, manganese, chromium, etc. With the change of seasons, when the scale of rainfall is more frequent than spring-summer temperatures, changes are evident. For example, if metal concentration accumulated in soil are increased unnoticeably, together with atmospheric rainfalls, their transportation to rivers and lakes result, except with the change of color and taste, or also with the toxicity, knowing that this water at certain periods of time served for recreation, swimming, fishing, and so on. Presence of these metals is potential risk for these activities. So if the scale of discharge is higher than the scale of their removal, they will continue to be present in waters, and it is a potential risk. So it is not just the environmental call that qualifies water as an asset of preserving. It is the heavy metal removal of the importance, of the essential importance. Many conventional methods used to treat waters are like electroflotation, water coagulation, precipitation, ion exchange, adsorption, and reverse of osmosis have shown that during the treatment, they create components like sludges or water sludges. So sludges require secondary treatments, including gravity sludge removal, dissolved air flotation removal, rotary drum, and centrifuge thickening. Since thickening is the common method, we can say that secondary thickening and primary thickening are possible with all these methods. To avoid this creation and afterwards treatment, there are promising methods of heavy metal removal, and the methods used are biosorptions. A variety of biosorbents used in biosorption technique have shown to be effective not just in heavy metal removal, but also in the removal or purifying waters from pesticides or chemical fertilizers. Few to mention as clay, cellulose, microbial biomass, and agricultural waste. Other successful examples for water purifying from heavy metals and fruit are fruit and agriculture wastes. During the industrial processes, when bauxite is transformed to aluminium, there is a residue obtained, and it is called red mud. Red mud is also effective in the heavy metal removal. Peanut hull pellets also, apart from being named as biosorbent, light, and easy to transport, they have shown to be effective in their use as biofuel
in different processes of energy, including gasification and pyrolysis, but also in direct burn. Copper, cadmium, lead, and zinc have been removed by peanut hullets. So if we ask why the efficiency of the biosorbents, we can say that it is in their functional groups, in acetamide, amide, carboxylic group, sulfhydryl group, and phenolic amine. Along with the key reactions of chemisorptions, complexation, next slide, please. Along with the reactions of chemisorption, complexation, and adsorption, they diffuse through pores. Therefore, their use from researchers has shown effectivity in treatment of heavy metals and from polluted water. Another effectivity or characteristic of adsorbent effectivity, especially in agriculture ones, is that cortex of organic fertilizers as well as decomposed contain high level of lignocellulosic material. Next slide. .7% of this matter is a waste produced in Europe 2020 and has the potential of secondary matter refined for industrial processes, as we can see, treatment purposes as well. Same justification, next slide, can be given for lignin fraction 2. Functional groups like hydroxyl, methoxyl, carboxylic, and carbonyl can be the reason of heavy metal bond from polluted water, while time duration and adsorption property depends on the pH of solution. Their adsorptive property has been seen even in the simple flasks shaking experiments, where almost 90% or more of metals like iron, copper, and lead have been removed by different types of peels. Biosorbents have properties of metal selection because some biosorbents are specific only for certain metals, other biosorbents specific for other metals. If we're to select a biosorbent, we must depend on its origin because the biosorbent comes from industrial wastes and organisms like bacteria, yeast, and algae can be obtained plentifully. There are difficulties that occur. No matter how successful and effective these biosorbents are, the difficulties arise when metal particles are deposited with solid biosorbent. Next slide, please. Through different processes of absorption processes like ion exchange, complexation, chelation, microprecipitation, and oxidoreduction. So cadmium, chromium, copper, nickel, lead, and zinc have been removed by adsorption and not precipitation. Apart from the pH value, there are other parameters to impact biosorption. Po, Të lutem për shkak limitit kohës, nëse ka mundësi me përmbledh për 2 minuta. në rregull. Atëherë po e përmbledhi vetëm këto, ndërsa pjesa e legjislacionit le të mbetet. Do të thotë, apart from pH value, there are other parameters to impact biosorption, temperature, ionic strength, quantity, size of biosorption. Of all parameters, pH value is the most important value. It is because it impacts metal solution and the activity of the functional groups, but it impacts the bonding activity and the position, which changes the pH adjustment.
Temperature has also indication in the bioabsorption. At the temperature of 25-35, bioabsorbance is unnoticeable. High temperatures due to surface activity and solution kinetic energy develops wider, while higher than 45 temperature Celsius degree will damage proteins, and which are in turn affects metal uptake. Biosorbent ionic strength is also an important parameter. With the increase of ionic strength, bioabsorption decreases, and the quantity of adsorbent impacts the biosorbent developments. Biosorbents are considered important pollutant, important heavy metal removal, but efforts of purifying without legislation can be short successfully. In 2010, members of European Parliament published a framework with the strategy of managing of 160 river basins from the period of time 2009-50, with the second phase of continuity from 2060-2021. In the year 2012, European Commission published a plan based in action policies on how the current legislation is applied in practice and integration for water with other policies. This framework has the continuity until 2050 and is based in the efficiency of water resources and managing of water sustainability as in the strategy time frame European Union. Within the European Parliament directive, the Council Environmental Quality Standard, based on official journey of the European Union, opinion of the European Parliament, Council comment, and position of European Parliament Council decision of 20 October 2008, they have laid 34 procedures on how to manage and protect, some of which selected as more. The first priority is to identify emissions and causes of pollution and should be dealt with that source in the most economically and environmentally effective manner. Also, in decision number 1600 states that environment and health quality of life are among key environmental priorities of the program, highlighting in particular the need to establish more specific legislation in the field of water policy. For majority of substances, there should be, during to the directive 2060, European Parliament has addressed and requested to take measures by establishing environmental quality standards in accordance with the provisions and objectives. Decision number 2455 sets out the first list of 33 substances considered as most hazardous substances, and for which there should be a review agreed in basis on the agreed criteria that demonstrate the risk via or to the aquatic environment in accordance with timetable provided as in the Article 16. Furthermore, states should be able... Profesoresha Alboana, nëse na ndëgjon. Po, Kërkojmë falje, po ka kalu koha e a limitit bën prezantimit. vetëm edhe përfundimin e kësaj konference për disa sekonda. Në rregull. Combined efforts, purifying choices together with legislation can be successful in decreasing pollution, concerns of pollution and the pollutant level. In the case of biosorbents, we say that they are a great choice for many reasons. They are natural, not expensive, and effective in successful removal of heavy metals. So, water is the soul of Earth. So we better save water today so that we can secure our tomorrow. I thank you for attention and apologize for the delay of the presentation. Faleminderit profesoresha Alboana, nëse kemi ndonjë pyetje? Mirë, profesoresh, nuk kemi pyetje, faleminderit përsëri. Ju përshëndes të gjithëve.
Atëherë vazhdojmë me prezantimin e radhës. Rozar Tanezaj, tojnë. Të nderuar pjesëmarrës, unë sot do paraqes një punim i cili është realizuar në Qendrën e Kërkimit dhe Ushqimit, pranë Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Është analizat janë realizuar tek laboratori jon dhe është një punim i gjithë grupit të punës. Titullohet Cilësia e ujrave të burimeve ujore në disa vende turistike të Shqipërisë, sepse kemi përzgjedhur disa pika turistike, të cilat janë me të vërtetë të rëndësishme për vendin tonë, për turistat të cilët vinë, edhe qëllimi kryesor ishte jo vetëm vlerësimi i cilësisë së ujrave të këtyre burimeve, por kishim si synim edhe të mundësonim nëse këto ujra mund të përdoreshin edhe për t'i ardhur në ndihmë industrisë, edhe për t'i ardhur në ndihmë komunitetit, me qëllim final zhvillimin ekonomik të këtyre zonave turistike. Për rëndësinë e ujit u fol në këtë sesion, i cili është me të vërtetë shumë i rëndësishëm. Është i rëndësishëm dhe burim, falë Zotit, ne në Shqipëri kemi shumë burime natyrore, përveç të mirave të tjera të cilat i gëzon vendi ynë, kemi dhe burime natyrore të cilat fatmirësisht pjesa më e madhe e tyre kanë edhe ujin e pishëm. Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi fiziko-kimik dhe mikrobiologjik i ujit dhe burimit natyror, orientimi i tij për një menaxhim më të mirë të këtyre burimeve natyrore në nivel industrial, si dhe njëkohësisht të shërbejë edhe si nxitës për rritjen ekonomike të zonave të këtij vendi. Këtu janë disa pamje, mendova që do kishim edhe të ftuarit nga jashtë, të vendeve të bukura nga janë marrë mostrat për analizimin e ujit. Objektivat ishin monitorimi dhe krahasimi i dy periudhave, vjesht pranverë, pra u morën në tetor dhe në maj nga 11 burime natyrale, ku 9 ishin rrethe të ndryshme dhe 3 ishin nga burimet të Tiranës, kryeqytetit. Vlerat u kryen në 2 faza. U bën analizat nëpërmjet metodave të standardizuara për parametrat si pH, ndikimi elektrik, turbullia, niveli i klorit dhe prania e koliformeve. Total. Mostrat u morën në tetor dhe në maj të 2024 nga 9 qytete dhe 3 nga Tirana. U kodifikuan sipas metodologjisë që ndiqet tek Qendra e Kërkimit dhe Ushqimit. Kemi mostra të marra në Koplik, në ujin e ftohtë në Vlorë, në Ersek, në Bogov, në Urën Vajgurore, Korç, Labinot në Elbasan, në Tamar, në Selit, në Bovill dhe në Lundër që i përkasin Tiranës. Reagentet të cilët u përdorën për realizimin e mostrave, si dhe metodat që u përdorën për analizimin e secilit parametër. Këtu kemi paraqitur rezultatet e të dhënave në lidhje me vlerën e përcjellshmërisë elektrike, ku pavarësisht se norma është 400 njësi, ne kemi rezultate edhe me 575 që i përkasin mostrës 210 që është në Lundër të Tiranës. Por ndërkohë kemi rezultuar edhe me vlerat minimale që janë me 123 minimalja dhe maksimalja tek të tjera mostra përveç 210-ës dhe 337 njësi. Pra jemi brenda normës në pjesën më të madhe të burimeve nga janë marrë mostrat për analizim. Në lidhje me pH-in, kemi bërë duke marrë në konsiderate dhe standardin e OBSH-s për nivelin e lejuar nga 6.5 në 8.5, sipas rezultateve nga analizat, rezulton që jemi pothuajse për të gjitha mostrat brenda normës, përveç se për 206 mostra e cila ka 8.66 dhe 8.75, që është pak, po shumë pak në vlerat shumë të vogla mbi normën. Këtu janë paraqitur rezultatet ku kampioni 206, pra paraqiti një vlerë më të lartë dhe ishte pikërisht ai i burimit në Labinot,
ndërkohë që vlerat më të ulta ishin tek mostra 202 dhe 200 në Koplik, Gërmenja dhe Kopliku. Të gjitha tjerat ishin brenda nivelit të lejuar. Në lidhje me turbullin, kemi marrë disa vlera ku të gjitha janë pothuajse brenda normës, nuk kemi vlera domethënë, por kemi një krahasim për shembull të ndryshimit të vlerave në periudha të ndryshme për të njëjtat burime. Siç vërehet në tetor për shembull, pra vlerat janë më të larta në disa prej mostrave, tek 209 dhe tek 208, ndërkohë tek të tjerat rezulton që tetori paraqet vlera më të ulta, ndërkohë maji vlera më të larta. Rezultatet e turbullirës, pra vlerat më të ulta për periudhën tetor 2023 i shfaqi kampioni 200 në Koplik, ndërkohë vlerat në maj, vlera më ulët ishte 208, që korrespondon me selitën, dhe në respektivisht domethënë në njësitë 0.28, po kështu dhe vlera më e lartë për periudhën maj 2024 u shfaqen tek 207 në Tamar, pra te burimi i Tamarës. Pastaj kemi bërë fortësinë e ujit, ku kanë rezultuar domethënë me vlerat më të këtu kemi edhe një klasifikim, pra kur uji është i butë me 0 deri në 60, me forcim mesatare 60 deri në 120, uji i fortë në intervalin 120-180 dhe uji shumë i fortë, pra mbi 180. Nga rezultatet tona, rezulton që pothuajse të gjitha mostrat kanë një forci brenda intervalit lejuar dhe forcia e ujit tek disa prej tyre, për shembull tek 210, kemi pra në tetor të 2023 kampioni që ka vlerën më të ulët është 207 i Tamarës, përkatësisht me 97, ndërsa më të lartën e ka kampioni ujit Pusit Lundër. Edhe për periudhën maj, uji i Pusit në Tiranë pati vlerën më të lartë me 354, ndërkohë që po kështu në periudhën maj 2024 vlerën më të ulët e ka Selita në Tiranë. Ndërkohë që ka një stabilitet forcie krahasuar me periudhën e tetorit 2023. Përveç mostrës 205 në Korçë, ku forcia e ujit ishte më e ulët në periudhën maj 2024, në gjitha mostrat e tjera vlera e forcisë ishte më e lartë në këtë periudhën krahasuar me tetorin. Kjo ndoshta edhe për shkak të temperaturave të ulta në tetor, ku forcia është e ulët dhe temperatura të ulta dhe temperatura më të larta kemi tek për shkak edhe të mineraleve që treten më lehtë në ujë. Këtu kemi përmbajtjen e klorit, si shifet në të gjitha mostrat, klori është në norm, pra me nivele të ulta. Në lidhje me analizat mikrobiologjike, na rezultuan të gjitha mostrat pa ndotje mikrobiologjike, përveç një mostre që ishte ajo e Selitës, Lundrës, mostra 210, e cila rezultoi me 7 koloni të koliform total. Kontaminimi ujit dihet, domethënë vjen nga disa faktorë që janë mjedisor, njerëzor ose sezonal, për shkak të ndryshimeve klimatike dhe rritjes së rreshjeve të shiut, aktivitetit bujqësor dhe përdorimit kimikateve, aktivitetit të kafshëve, kemi ndërtimin me pak kriter, rekreacionin njerëzor dhe faktorë të tjerë. Këtu kam paraqitur përsëri disa pamje nga disa vende nga janë marrë mostra dhe këtu kemi një përmbledhje të rezultateve ku sipas rezultateve që morëm nga analizat e bëra për këto mostra na rezultoi që vlerat e pH-it ishin brenda kufive, përveç labinotit, ku regjistruan nivelet pH-it pak më bazike, ndikimi elektrik i ujit dhe të urbullira ishin përgjithsisht të qëndrueshme, me disa variacione për shkak të temperaturës dhe rreshjeve të shiut sezonal, nivelet e klorit përgjithsisht të ulta duke treguar edhe një disinfektim minimal kimik. Analizat mikrobiologjike tregoi se shumica e mostrave ishin bakteriologjikisht të sigurta me përjashtim të Pusit të Lundrës, i cili tregoi kontaminim koliform në burim, ndoshta edhe për shkak të ekspozimit të ujrave nën-toksor apo dhe ngritjes së temperaturave apo edhe faktorëve të tjerë që mund të ndikojnë.
Disa nga konkluzionet ishin pra u arrit përfundimin se temperatura e mjedisit luan një rol të rëndësishëm në këto parametra të burimeve, duke ndikuar në pH, fortësi dhe përqendrim. Për ujërat e fabrikave të filtruar këto parametra mbeten konstant. Nga ana bakteriologjike këto ujëra nuk kanë nevojë për trajtim me klor pasi konsiderohen të sigurt nga ana mikrobiologjike me përjashtim të ujit pusit të lundrës, i cili ka nevojë për trajtime dhe filtrime nëse do përdoret për konsum njerëzor, por edhe për qëllime teknologjike, bujqësore apo dhe konsum për kafshë. Studimet më teshme do të nevojiten për periudha të tjera të ndryshme të vitit për të patur edhe një kuadër më të qartë të këtyre ndryshimeve fiziko-kimike dhe mikrobiologjike për burimet ujore potenciale në Republikën e Shqipërisë, me qëllim përdorimin e tyre në industrinë ushqimore, por edhe studimin e burimeve të tjera, të cilat nuk janë konsideruar në këtë studim, duke marrë parasysh faktin që Shqipëria ka shumë burime natyrore dhe nëse ne do kemi studime të tjera në vijim, do të kemi akoma dhe më shumë burime ujore për të shfrytzuar për qëllimet jo vetëm të konsumit, por edhe të industrisë dhe zhvillimit ekonomik. Faleminderit. Falenderojmë profesoreshën Rozarta, nëse kemi pyetje. Në burim. Prandaj tek slajdi i parë kemi këto bashkëpunëtorët, kemi një grup të madh, janë profesor Julian Karaulli, të cilët kanë shkuar direkt për marrjen e mostrave. Po, pyetje tjera? Profesoresha Rozarta, vazhdoj për prezentimin. Për të vlerësuar që një ujë është përpije, lejohet përpije përveç testeve mikrobiologjike dhe atyre kimike, mendoj që duhet të bën edhe analiza radioaktive. Radioaktivitetin. Keni gativ? Realisht në laboratorin tonë kemi të pamundur, por nëse do ishte e mundur në kuadër të ndonjë projekti edhe të ndonjë iniciative, kjo do ishte shumë e vlerë, por ne kemi bërë ato analiza që kishim të mundur t'i realizonim tek laboratori që disponojmë, me ato kushte që kemi, me ato aparatura që ne realisht kemi. Dërsa nitratet, nitritet që janë të domosdoshme. Me thënë të drejtën janë bërë edhe nitratet, janë bërë edhe nitritet, janë bërë edhe të tjerë parametra, po nuk ishin pjesë e paraqitjes së këtij punimi në këtë konferencë, sepse bashkëautorët i kanë paraqit diku tjetër dhe mendova që ishte më e ndershme, më fair paraqes diçka që s'është thënë në një konferencë tjetër dhe nuk i kam marrë në këtë prezantim. Faleminderit. Të janë bërë disa analiza të tjera plus këtyre që paraqitëm këto. Faleminderit profesor. Dikush tjetër? Rregull, faleminderit profesoresh. Për prezantimin e radhës, ftojmë profesor Ilir Shehon. Tani e kuptoj rëndësinë e kohës dhe do të mundohem që t'jem sa më i shkurt mundësisht. Pra sot do të paraqesim një punim të cilin ne kemi realizuar së bashku me bashkëpunëtorin Avni Malsiu, pra në lidhje me lëvizshmërinë e manganit në sedimente në ujin e liçenit të Badovcit. Pra liçeni i Badovcit është një liçen akumulues artificial i cili furnizon kryeqendrën e Prishtinës, rreth 1/3 e kryeqendrës së Prishtinës dhe është një në rëndësie mjaft të veçantë dhe gjithashtu ne kemi pas probleme sidomos në vitin 2023 dhe 2024 ku janë detyruar që të ndërprehet furnizimi pikërisht për shkak të rritjes së koncentrimit të manganit në ujë dhe kjo, si më thënë, ka qenë një arsye e cila na ka shtyrë neve që të bëjmë hulumtim ose të mundohemi të japim informacione në lidhje me lëvizshmërinë e manganit, duke ditur se mangani pra është një prej elementeve i cili është mjaft i përhapur në natyrë dhe për shkak se është polivalent, atëherë mundësia e shpërndarjes së tij është mjaft e madhe. Dhe në kuadër të kësaj është, si më thoni, kudo ndodhur, prandaj ne kemi
marrë këtë iniciativë për t'i paraqitur disa të dhëna duke përdorur një metodë e cila në fakt është metode nga Tessier et al, disa bashkëpunëtorë të tjerë, të cilët kanë përdorur disa substanca kimike duke bërë fraksionimin, gjithsesi ekstraktimin e manganit në disa fraksione, duke filluar pra nga fraksioni i shkëmbyshëm, pastaj i lidhur për karbonate, i reduktueshëm apo i lidhur për okside të hekurit dhe të manganit, pastaj në formë organike dhe si rezidual apo si mbetje. Pra duke përdorur substanca adekuate, është bërë fraksionimi dhe pastaj analizimi i koncentrimit të manganit në mostrat e sedimentit. Dhe pas analizimit të saj, gjithashtu kemi analizuar pra edhe koncentrimin e manganit në ujin e liçenit të Badovsit dhe po ashtu kemi bërë dhe matjen e disa parametrave të tjera dhe siç vrehet pra mesatarja e pranisë koncentrimit të manganit i tejkalon vlera sipas direktivës evropiane për ujërat e pijshëm, pra është 0.094, ndërsa sipas direktivës rekomandohet që të jetë maksimumi 0.05 mg për litër, po ashtu në disa vend mostrime, se ne kemi marrë 10 mostra, pra në 10 lokacione në një distancë për njëra tjetrës rreth 500 metra, dhe vrem që në mostrën 5, 6 dhe 7, pra kemi një rritje shumë të lartë të koncentrimit të manganit, dhe ne supozojmë që janë dy arsye. Njëra është sepse në këtë pjesë është i bashkangjitet edhe një lum tjetër, i cili e furnizon, edhe pse është lum mjaft i vogël, por që lumi është shumë afër edhe minjerës së Kishnicës dhe kjo mund të ndikojë në rritjen e koncentrimit të manganit apo edhe mundësia sepse ne mostrat e ujit i kemi mbarë 1 metër mbi sedimentin në të njëjtin lokacion dhe ka mundësi që nga së pari kemi marrë sedimentin e pastaj ujin dhe ka mundësi që të kenë suspenduar pra nga sedimenti në ujë dhe të ketë rritur, të kemi këto vlera të rritura të manganit, pra sipas supozimit ton. Këtu kam paraqitur edhe disa të dhëna sipas Departamentit të Shtetit Amerikan për Shëndet, të cilët rekomandojnë pra që tek shpërndarja apo tek uji shpërndar si pijes, vlerat e manganit të sillen në rreth 0.02 mundësisht dhe maksimumi 0.05. Mirë po janë edhe të dhëna të tjera të cilat tregojnë edhe për efektet e tyre dhe gjatësia e furnizimit me ujë me këto vlera të koncentrimit të manganit, të cilat kanë një ndikim jashtëzakonisht pra të lartë në sidomos tek moshat e ulta, pra tek fëmijët. Dhe pas analizimit të sedimenteve, pra ne kemi bërë analizën e manganit total, të cilën ne kemi paraqitur, pra po ashtu dhe kemi bërë edhe analizën, siç e thash më përpara, në fraksione dhe kemi paraqitur këto të dhëna nga ku shihet që një pjesë goxha e madhe e manganit është liruar në tretësirë, pra në formën e shkëmbyshme duke përdorur klorurin e magnezit, pra si një lloj elektroliti, po ashtu edhe në formë karbonate, pra vlerat janë goxha të larta. Në fakt vlerat më të larta janë në formë të oksideve të hekurit të manganit, por këto lloje të oksideve, siç e dim, pra ne nuk janë shumë të tretshme në ujë, prandaj edhe rreziku nga këto është më i ulët. Problematike është kryesisht pra prania e formës së manganit si shkëmbyshëm dhe karbonatik, po duke mos anashkaluar pra dhe atë organik, dhe si rezultati i kësaj pra kemi praninë e manganit në ujëra. Këtu kam paraqitur po ashtu edhe disa reaksione tashmë të njohura, të cilat zhvillohen në kolonën e ujit dhe të sedimentit, që po ashtu tek ne kryesisht pra ndodh kjo në stinën e vjeshtës, pra në fund të shtatorit dhe fillim të tetorit, kur kemi edhe ndryshimet e temperaturave. Atëherë ne supozojmë që kemi një përzierje të kolonës ujore dhe si rezultati i ndryshimit të këtyre formave të manganit, atëherë rritet prania e manganit edhe në ujëra. Gjithashtu pra këtu kam paraqitur edhe në përqindje sa i përket pra këtyre formave të pranisë manganit dhe siç vrehet pra një pjesë goxha e lartë po ashtu e manganit është në formë të shkëmbyshme një përqindje, po ashtu pra kemi edhe
atë në formë karbonate, të cilat këto dy forma kryesisht paraqesin një rrezikshmëri mjaft të lartë të mundësisë së kalimit të manganit në ujëra. Po ashtu, pra këtu kemi bërë edhe një lloj të vlerësimit sa i përket pranisë së këtyre formave të manganit në ujë dhe siç vrehet, pra tek forma shkëmbyshme dhe karbonate, nëse i kthejmë në përqindje, atëherë këto mbërrin në një nivel të dyja së bashku rreth 31 mbi 31%, mbi 31 deri në 50%, pra sipas vlerësimit të kodit të rrezikut, kemi parë pra që toksiciteti i tyre na paraqitet në vlera të larta, pra paraqitet një toksicitet i lartë dhe pikërisht pra ne një pjesë të madhe të manganit e kemi kryesisht në këto forma të cilat i kemi analizuar dhe praninë e tyre në ujëra. Dhe për fund pra kemi dhënë disa rekomandime, normalisht që ky punim nuk është gjithëpërfshirës, pra ka akoma mundësi që të bëhen analizat të më tutjeshme, duke inkorporuar po ashtu edhe pjesën organike, mikroorganike, pra duke inkorporuar edhe pjesën gjeologjike që të bëhet një studim më i detajuar në lidhje me pjesën rreth liçenit dhe strukturën e tij, po ashtu edhe në aspektin organik për të identifikuar më shumë pjesën sedimentare, po ashtu edhe në aspektin biologjik, pra duke studiuar edhe llojet e mikroorganizmave të cilat mund të bëjnë ndryshimet apo proceset, siç i themi ne, pra proceset e reduktimit për të mundësuar lirimin e manganit në ujëra. Ju faleminderit. Falenderojmë profesorin Ilir Sheho. Është rada e pyetjeve, nëse kemi ndonjë pyetje. Sipas risk assessment code, pra ne kryesisht aty jemi fokusuar për ta bërë këtë lloj të vlerësimit të rrezikut. Përndryshe nëse i referohemi standardeve, pra vërehet që ka një tejkalim jashtëzakonisht madh në ujëra. 0.05 është maksimalja, mesatarja jon ka dalë 0.095. Faleminderit. Pyetje tjera kemi? Mirë, atëherë, me qenë se s'kemi pyetje tjera, falenderojmë profesorin Ilir dhe njarë. Prezantimin e radhës ftojmë Sadik Cenollën. Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj që jeni në këtë ditë të dytë në sesionin e 5 të konferencës ndërkombëtare organizuar nga njësia Unit pra Water Resources. Studimi që unë do të paraqes është pjesë e doktoraturës. Në fakt, unë jam student i vitit 3 të doktoraturës dhe pedagog kohësisht në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës. Dhe do të fokusohemi dhe do të ndalemi sot në fakt në studimin e interferencave në përcaktimin e antibiotikëve dhe më konkretisht azitromicinës nëpërmjet analizës faktoriale. Kam menduar punimin në 4 pjesë, le të themi. Fillimisht do të trajtojmë shkurtimisht pse janë zgjedhur antibiotikët si ndotës potencial dhe më konkretisht azitromicina më pas, çfarë janë pastat e karbonit, si përgatiten modifikuesit e merat, disa rezultate dhe të analizës faktoriale dhe në fund konkluzionet. Atëherë, shkurtimisht, siç e dim, ne kaluam pandeminë COVID-19 dhe në fakt përdorimi i antibiotikëve gjatë asaj periudhe, po edhe pas periudhës Covidit, sigurisht filloi dhe mori një përmas të madhe, edhe vetë Organizata Botërore e Shëndetësisë vë theksin dhe si të thosh kritikon veten pra në përdorimin ndonjëherë jo të duhur të këtyre medikamenteve qoftë për pacientët e hospitalizuar, por edhe për ata të cilët nuk arritën që të hospitalizoshin, por që morën mjekim në shtëpitë e tyre. Në fakt, ne në Shqipëri nuk kemi një database për të thënë saktësisht se sa antibiotikë u përdorën, por nga rrugët jo zyrtare që ne kemi, nga njohjen, nga panorama e përgjithshme që ne dim, sigurisht përdorimi i këtyre antibiotikëve mori vërtet për masa të mëdha.
Mënyra e përcaktimit të këtyre ndotësve që ne realizojmë është nëpërmjet metodave elektrokimike. Ne përgatisim një elektrod kryesisht me bazë karboni, pra, të modifikuar me modifikues të ndryshëm për të rritur performancën e këtij sensori, duke përzier në raporte të caktuara pudrën e karbonit me një lidhës dhe duke e inkorporuar në një trup, në një shiring që ne kemi zgjedhur si në këtë rast, në fundin e cilës është një përcjellës, një tel bakri. Dhe kjo pastë karboni tani e modifikuar me lloje të ndryshme modifikuesish që ne zgjedhim dhe studiojmë, sigurisht bazuar në literatura ndryshme. Ajo që ne kemi parë është modifikuesi oksid grafeni në të cilën është dopuar ose jo metal ose oksid metali. Ajo që unë do të paraqes sot është pikërisht të themi performanca e elektrodës pastë karbonit të modifikuar me oksid zinku, të cilin e kemi sintetizuar në laboratorin tonë. Dhe me këtë themi modifikues janë përgatitur 3 lloje elektrodash. Fillimisht elektrod pastë karboni modifikuar vetëm me oksidin e zinkut, elektrod pastë karboni modifikuar me oksid grafeni dhe oksid zinku në raporte të caktuara, të cilat sigurisht janë bërë optimizimet e duhura, dhe elektrod pastë karboni modifikuar me oksid zinku në të cilin është dopuar ose është ndërfutur modifikuesi tjetër, oksidi i zinkut, pra. Fillimisht është bërë një karakterizim elektrokimik i këtyre pasave të karbonit, në të cilat janë vëren pak ndryshime të dukshme të sjelljes së këtyre 3 sensorëve. Pas karakterizimit elektrokimik ne kemi bërë një karakterizim morfologjik, fillimisht me SEM, analizat të cilat janë realizuar në fakt në Spanjë, në Institutin Katalan të Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë, dhe po të shohim shpërndarja në fakt e këtyre modifikuesve, oksidit zinkut, nanoparticlesave, pra të oksidit zinkut, siç duket është e mirë. Përveç SEM-it kemi realizuar dhe një spektër DEX, gjë që vërteton që ky modifikues është shpërndar dhe është në parametrat nano që ne presim që të jetë dhe që të ndikojnë në sinjalin analitik të këtij sensori. Janë ndërtuar më pas, ose janë madhur të themi lakoret e kalibrimit me teknika ndryshme elektrokimike. Këtu kam paraqitur vetëm teknikën DPV fillimisht për 3 llojet që tregova të sensorëve elektrokimik. Dhe pas analizimit dhe themi studimit të performancës analitike të këtyre 3 sensorëve, është zgjedhur sensori më i përshtatshëm për të përcaktuar azitromicinën. Pra, dhe siç shohim me ndjeshmëri më të lartë është elektroda pastë karboni modifikuar vetëm me oksid zinku. Në këto kushte, që do të thotë me teknikën square wave voltametri, në potencial 0 deri në 1.5 volt, me kohë ekuilibrimi 10 sekonda, amplitudë 50 mV dhe frekuencë 15 Hz, në pufrin acetat 0,1 molar në pH 5, pra me këtë lloj elektrode themi që janë kushtet e duhura për të përcaktuar azitromicinën. Më pas, çfarë është bërë? Në këto kushtet që ne optimizuam për azitromicinën, kemi ndërtuar një sistem ose themi një plan eksperimentesh me 4 faktorë, që janë 4 antibiotikët që janë marrë dhe që ne jemi të fokusuar për studiuar, që janë azitromicina, tetraciklina, ampicilina dhe penicilina në 2 nivelet përqendrimit që janë 5 mikromolar dhe 20 mikromolar. Që do të thotë janë 16 eksperimente të cilët janë planifikuar dhe është matur për secilin nga këto eksperimente intensiteti i pikut shfaqur në kushtet ku ne kemi optimizuar pra për antibiotikun azitromicin. Dhe më pas është ndërtuar ekuacioni me variablat koduar për këto faktor në këto 2 nivele që përmenda dhe më pas ky ekuacion me variablat koduar është përkthyer themi në variabla real. Dhe ajo që ne shohim është një ndikim në fakt relativisht i lartë i faktorit ampicilin në sinjalin analitik të matur në kushtet e optimizuar të azitromicinës. Por përveç faktorëve veç e veç, dhe kjo është edhe themi avantazhi i përdorimit të analizës faktoriale, është studimi edhe i
indikimit të disa faktorëve ose i ndërthurjes së disa faktorëve njëkohësisht. Dhe ajo që ne shohim është që dy faktorët që janë azitromicin dhe penicillin së bashku kanë një ndikim të vogël, por të dallueshëm pozitiv në sinjalin analitik, ndërsa për sa i përket tre faktorëve së bashku janë azitromicin, tetraciklin dhe penicillin, të cilat kanë një ndikim të vogël por negativisht në sinjalin analitik të madhur. Dhe nga kalkulimet që janë bërë, përputhja e këtij ekuacioni të gjetur me vlerat eksperimentale të matura është pothuajse 100% në vlerat e intensitetit të rrymës. Shkurtimisht dhe përmbledhurazi, metodat elektrokimike janë, themi, avantazh dhe adekuate për të përdorur për të përcaktuar ndotës të ndryshëm në mjedise të ndryshme. Së dyti, modifikimi me rreth 10% i pastës karbonit me oksid zinku përmirëson ndjeshëm kushtet e punës për përcaktuar azitromicinën. Analiza faktoriale që ne përdorim na jep një informacion të përgjithshëm për faktorët veç e veç, por edhe për themi interakcionet ose ndërveprimet e disa faktorëve njëkohësisht, dhe ajo që thash edhe një herë, ampicilina ndikon si faktor më vete në sinjalin analitik të matur për azitromicinën, ndërsa ndërveprimi i dy faktorëve, azitromicin dhe penicillin, krahasuar me dy faktorët e tjerë themi, jep një ndikim relativisht më të madh, ndërsa për sa i përket 3 ose 4 faktorëve, njëkohësisht ndërveprimet e tyre japin një ndikim të vogël në sinjalin analitik të madhshëm. Faleminderit. Shumë shkurt, shpejt. Falenderojmë profesoren Sadek Cenole. Tani radhën e kemi për pyetje. Po, profesor. Profesor. Sadek, përgëzoj për punën e bërë. Faleminderit. Vërtet, ky është një kontribut tash i rëndësishëm që përmend fund përdorimi i analizës faktoriale tash për Me ndihmën edhe të profesorit. unë desha të pyes tash, keni filluar të bëni matje në mostra reale tash ku është për shembull përzgjedhur mostra e gjetur rastësisht dhe prezencën e këtyre antibiotikave. Po, këto modifikues që ne kemi përdorur në fakt për pastat e karbonit kanë një ndjeshmëri relativisht të krahasuar me vlerat që ne presim, jemi pak larg vlerave të dura. Kështu që ne këto modifikues nuk mund t'i përdorim për mostra reale, drejt për drejt, por duke përdorur ose lloje të tjera metodash, do të thotë me rikuperim shtesash ose të zgjedhim një lloj tjetër elektrode për mostrën reale. Ne jemi duke punuar, domethënë për të përmirësuar dhe për të ulur ndjeshmërinë e këtyre sensorëve, por që me këtë sensor që un kam treguar këtu, në mostra reale nuk dalim dot sepse jemi larg vlerave të pritshme. Faleminderit, profesor. Profesor Erben. Sadek, përgëzoj për prezentimin, për rezultatet mrekullueshme, ideja e shkëlqyeshme. Ajo që më intereson është avantazhet e kësaj metode krahasuar me metodat kromatografike, gjithsesi me HPLC. Janë më të shpejta dhe më pak kosto. Më të lira si metoda. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, profesoresh. Kemi pyetje tjera? Mirë, faleminderit. Shkëlqime Poga nuk e kemi prezant sot në sallë dhe sigurisht nuk do ta mbaj prezantimin. Ngadalë po afrohemi dhe fundit, ju falenderoj dhe njëherë të gjithë ju të pranishëm dhe organizatorët e kësaj konference.
Falenderoj gjithashtu Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe Akademinë e Shkencave të Kosovës. Për mbylljen e sesionit dhe të konferencës, kam kënaqësinë të ftoj para jush profesor Bujar Baraj dhe profesor Peta Podvorica. Duke uruar të takohemi dhe në konferencat e radhës. Detë deri në fund, vërtet për ne është një eksperiencë e dytë. Eksperienca parë është krijuar në Prishtinë dhe falenderoj kolegun i cili u bë iniciator për fillimin në Prishtinë vjet, ku qej suksesshëm. Dhe kjo përvojë ne mendojmë që të forcohet dhe të vazhdoj edhe në planet që kemi bërë për vitin e ardhshëm. Besoj do jemi në Prishtinë për ta konsoliduar këtë përvojë bashkëpunimi që për ne është shumë e rëndësishme. Ajo që do thosha edhe biles ka lindur dhe ideja që të ngrihet dhe një njësi e ngjashme siç është në Akademinë e Shkencave, edhe në Akademinë e Shkencave të Kosovës të ngrihet një njësi për ujërat, e cila sigurisht duke qenë homologe do të forcojnë këtë bashkëpunim. Këtu u paraqitën një sër studimesh. Një pjesë e tyre janë të plot, një pjesë janë ende në fazën në një proces vazhdimi. Ajo që ne do rekomandonim është që për të botuar në revista me faktor impakti dhe që është objektiv në fund të fundit i gjithë kolegëve, është që ato duhet vazhdojnë dhe të plotësohen edhe me aspekte tjera për të bërë të pranueshme për votimet. Një pjesë të vërejtjeve ne i bëm edhe dje në mënyrë që si thua të realizohen. Nga ana tjetër, edhe në diskutimet që kemi përmendur këtu, është shumë e rëndësishme dhe doli dje veçanërisht edhe te një prezantim që bëri Ariola Bacu dje, bashkëpunimi ndërdisiplinor i arrit vlerën studime. Dhe prandaj ne jemi bashkë këtu të fushave të ndryshme, në fundit edhe për të realizuar ura komunikimi ku ka aspekte, ku kontributet e disiplinave të ndryshme mund të arrijnë në përfundime edhe më të plota, më të qëndrueshme, më të dobishme, në mënyrë që pastaj po prap në finale edhe të botohen, por njëkohësisht edhe të bëhen rekomandimet e duhura edhe politik bërësve. Dhe do ishte me shumë vlerë nëse një pjesë e përfundimeve që kanë dalur këtu ne të arrijmë, ndoshta Rezi, Nensi edhe në përgjithësi ekipet tona, por dhe me kontributet tuaja, t'i përmbledhim këto në mënyrë që ne t'ja paraqesim akademive përkatëse, edhe pastaj pse jo edhe pushtetit lokal, sepse këtu dalin aspekte jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat, siç e theksuan dhe një pjesë e prezantuesve dje, ne çalojmë shumë në aspektet e monitorimit dhe vlerësimit të ekosistemeve ujor, të cilat në fundit janë të lidhura drejt për drejt me ne, me gjallësat dhe në zhvillimin e turizmit në Shqipëri. E pse jo pastaj edhe lidhjet që mund të kemi edhe me biznesin për t'ja u rekomanduar këto përfundime që ne kemi arritur dhe po t'jetë e mundur pastaj dhe të ketë aplikacione që sigurisht e bën shkencën komunikative, nuk e lejon atë që t'jetë izoluar dhe si thua bëhet me vlerat shumë fishta. Ne kemi faqen tonë, do me thënë adresën internetit e gjitha dhe jemi të hapur që vazhdimisht komunikojmë dhe jemi, do me thënë mirëpresim çdo lloj sugjerimi, sepse këtu ka dhe gjëra që shkojnë mirë, po ka dhe gjëra që, si thua, ka nevojë për përmirësim. Dhe këto aspekte, do me thënë, ne i mirëpresim nëse keni sugjerime
që t'i zhvillojmë në të ardhmen për ta përsosur këtë lloj bashkëpunimi dhe komunikimi. Me këtë rast edhe njëherë desha t'ju falenderoj me zëmër kolegun që bën një punë t'jashtëzakonshme, shpesh herë thotë e kam bërë me Besnikun ose me dikë tjetër, por në shumicën e rasteve i ka bërë vetë. Domethënë bën një punë vërtet impresionuese në drejtim të organizimit, të sjelljes bashkë të gjithëve, për të patur një impakt sa më pozitiv, se në finale jemi i njëjti popull, e pse jo mos kemi kontribute të tilla që të maksimizojnë faktorin shqiptar në shkencë, në arsim e kudo. Kështu që faleminderit. Faleminderit, profesor Besnik. Po e filloj për kësaj të fundit se ti mu po ma lën atë pjesën e lavdit punës, po dikush me ta dhënë besimin është duhet ma shumë takon ty ai kontribut me vlerësu dikën, si sa unë me kry pastaj këtë pjesë punës, prandaj falenderoj shumë për vlerësimin edhe besimin tash. Çdo herë pak të mirë kuptim nuk ka bashkëpunim dhe nuk ka sigurisht edhe organizim. Unë do t'jem shumë i shkurtër se profesor Besniku i përmbledh gjitha, po i kam parasysh paka shumë shpejt prezentimet e dje edhe sot çka u bën. Edhe për monitorinjën e plastikave në një projekt që ishte dhe mos flasim për gjithë ndotësit, sot u përmenden edhe ndikimi i ndotësve organik, tu përfshi edhe pesticidet. Pra aty ku lëngojmë shumë është mungesa dhëna. Sigurisht se ka shumë hapësirë që në një qasje multidisciplinare, për fat mirë ju e keni edhe njësinë këtu tash pasurit ujore, duhet edhe Kosova të ecë përpara nga këtë tim dhe po e potencoj pa një qasje multidisciplinare, ku dje kishim edhe kontributet edhe të lëmive tjera, jo vetëm në aspektin kimik, fiziko-kimik, biologjik, bakteriologjik, tash studimet që kanë të bëjnë edhe në aspektin mjekësor, po ashtu tash prej aspektit të makrosistemeve të trajtimit ujrave e kishim kontributin e grupit të profesor Lavdimit dhe kolegëve pastaj nga Austria. Mendoj se është domosdo tash që të ecim përpara. Një lajm shumë i mirë që na dha dje edhe zëvendës ministri për mjedis është se Shqipëria ka hap kapitullin 27 që ka të bëj pikrisht tash me çështjet mjedisore dhe Kosova në këtë rast do të ketë çka të mësoj prej Shqipërisë dhe gjithsesi do të kemi mundësi që të bashkëpunojmë. Prandaj ne në mbyllje të kësaj konference me kënaqësi e lajmërojmë mbajtjen e konferencës së ardhshme që do të jetë në muajin maj po ashtu në Prishtinë. Dhe ju ftojmë gjithëve qysh tash, po besojmë edhe një grup edhe me xherë të shkencëtarëve që të jeni pjesëmarrës në radhë parë dhe po ashtu në faktin që e përmendi Besniku të kemi mundësi që këto rezultate të publikojmë edhe në revista sa më cilësore, nga njëherë pa të drejtë për shkak të mungesave, si e përmendi Rozi për shembull, kur nuk janë gjitha pajisjet në një laborator, dhe është e pamundur me pas gjitha pajisjet në një laborator, dhe në kohën e ekonomisë qarkulluese edhe nuk është nevoja me pas gjitha një laborator, po duhet ketë bashkëpunim. Prandaj uroj që të gjithë, secili veç e veç, po të gjithë bashku në vendet ku jemi të bëjmë presionin e nevojshëm, dhe kuptohet tash dikush i përmendi profesor Arbenia dhe analizat tash për njësë elementeve radioaktive deri te rasti përdorimit të riziumit në rastet caktuar kur ndotja vjen për shembull prej këtyre mbledhësit të mbeturinave në tokat e caktuar. Prandaj konferenca mendoj se ka arrit objektivin e vet fillestar që të vënë pa nevojën e një menaxhimi të integruar të ujrave,
por të njëjtën kohë e ka trajtuar edhe problemin e ndotjes së ujrave dhe në këtë rast masave emergjente që duhet ndërmarr për pastrimin e tyre. Dhe sfundi po e përmendi edhe një herë atë që e thash edhe mbrëm në darkën solemne që e kishim për gjithë pjesëmarrësit. Kjo punë, paraqitja e rezultateve, pjesëmarrja e një numri kaq të madh shkencëtarëve nuk do të ishte mundur pa angazhimin shumë të madh të Këshillit Organizues shkencor, të cilët vërtet kanë bërë të mundur që edhe curia e punimeve të konferencës të jetë në një nivel. Ju falenderoj. E fundit fare, se dua t'i përmend me emra, duke filluar nga Anita, Eriola, Nancy Kela, që është një heroin, imagjinoni që ashtu, Bonën, e gjithë ekipin organizator bashkë me Fetaun dhe të gjithë Nancy e thashëm. Kush? Rezin e thashë, se thashë. Më duket kur them Nancy, nënkuptoj Rezin, kur them Rezin, nënkuptoj. Kështu që faleminderit edhe më lart